Në Shkodër u prezantua sot marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Luiq Gurakuqi. Rektori i Universitetit të Tiranës Arthan Hoxha dhe rektori i Universitetit të Shkodrës Tonin Gjuraj firmosen marrëveshjen që synon forcimin e bashkëpunimit në fushën e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe projekteve të përbashkëta akademike. Ajo që ne si universitet profesor kemi pasur dhe kemi nevojë, veçanërisht ndimesa në ciklin e tretë të studimeve, në studimet doktoratës, çështjet që lidhen me udhëheqjen dhe bashkëudhëheqjen, e cila reflektohet në marrëveshje, pa diskutim. Përpjekja dhe mbështetja e vazhdueshme që ka ekzistuar në fakt, po që në këtë marrëveshje sanksionohet qartë që ky universitet, pra Universiteti i Tiranës, do mbështes personelin ton akademik në promovimin e titujve akademik. Në tërësi, kjo marrëveshje bashkëpunimit ka 3 kolona kryesore, ka mësimdhënien, ka kërkimin shkencor dhe ka fusha apo aktivitete, në fakt aktivitete më saktë formuese, të cilat prekin çështje me një preokupacion të ndërsjellë. Në kuadrin e të gjithë marrëveshjeve që Universiteti i Tiranës ka, me institucione brenda dhe jashtë vendit, një nga ato është edhe kjo që do lidhim sot, që në fund ditës nuk është se është ajo që do na lidh. Unë përpara se të vija pash që ne kemi disa projekte të rëndësishme ndërkombëtare kur jemi partner me njëri tjetrin, dhe që kjo punë nuk fillon sot, por ne sot formalizojmë dhe i japim një shtys më tej atyre angazhimeve që sektor të ndryshëm të universiteteve tona janë përfshirë në përpjekje të përmirësojnë vetveten dhe të japin mundësi më shumë për studentët dhe për pedagogët e tyre. Rektori Hoxha theksoi se pavarësisht fenomenit të largimit të të rinjve, këtë vit është vërejtur një rritje numrit të aplikimeve. Sipas tij, këtë vit janë rreth 600 aplikantë më shumë krahasuar me një vit më parë. Për sa i përket konstatimit, është e vërtetë që nga pikpamja fizike numri i maturantëve që vinë për të ofruar në arsimin e lartë fizikisht ka rënë, por në këtë vit akademik ka një diferencim në raport me vitet e tjera. Edhe pse numri është më i ulët në raport me vitin që shkoi, aplikimet në universitet janë rritur krahasimisht me vitin që shkoi. Ka 600 aplikantë më shumë. Ndërkohë, rektori vlerësoi se prania e studentëve të huaj në Shqipëri përbën një element zhvillimi për sistemin arsimor, duke cilësuar si një avantazh për ndërkombëtarizimin e universiteteve. Kur të vijë ajo kohë që ne të ndrojmë studentët tanë me studentë huaj, nuk besoj se do jetë, por elementi huaj në arsimin e lartë është një avantazh, është zhvillim. Kjo marrëveshje mes universiteteve synon forcimin e bashkëpunimit akademik dhe rritjen e cilësisë në arsimin e lartë.